Tashmë kur godet fizikisht gazetarët shkon direkt në burg dhe atje mund qëndrosh deri në 6 vjet, jo vetëm kaq. Edhe nëse kërcënon gazetarët mund të vuash deri në 3 vjet burg në qeli. Njerëzve të medias u jepet kështu një farë imuniteti për shkak të detyrës, që u mungonte deri dje, i ngjashëm me ato të ushtarakëve apo policëve. Sigurisht kjo ka lidhje me detyrën e tyre si njerëz që përshkruajnë lajme dhe nuk u jep imunitet atyre gazetarëve që për shembull bëjnë pjesë e grupeve kriminale apo ndonjë tjetër që mund të shmendet e godet njerëzit rrugës. Por ama njëkohësisht ndryshimet dje në kodin penal kanë dekriminalizuar shpifjen duke e zëvendësuar me masa të tjera të quajtura më proporcionale. Pra nëse një gazetar për shembull jep një lajm pasakt apo të pavërtet, atij jepet mundësia të japte përkujtje shtetimin më pas përpara se të përballet me një gjyq civil për shpifje. Dhe këtu sigurisht hapen dy spirale diskutimi për cilat megjithëse nuk u pyetëm shumë, nëse gazetarët na takon të mbajmë qëndrimin ton edhe personal. Sa i përket ndërshkimeve të atyre që kërcënojnë apo prekin fizikisht gazetarët, megjithëse me zemër të tyre, më duhet të them se jam dakord. Megjithëse në 34 vite punë aktive, më ka ndodhur vetëm 2 herë deri diku të kërcënohem apo të prekem, një herë nga një famkeq, Agim Sheu, mbi 94, dhe gati një vit më parë nga një tjetër klon shqiptar në Londër. Shoh se kërcënimet, bullizimi, por dhe rreziku i goditjes fizike në gazetarëve për fat keq është shtuar. Dhe këtu nuk e referohem prekjes së flokëve të Ambrosias nga Rama, por sigurisht pa e përjashtuar dhe atë. Për 2 vjetësh, protagonistë lartë politikës po nxisin urrëtitjen e gazetarëve që nuk janë dakord me ta. Me thënë drejtën këtu nuk fuz zotin Berisha, i cili është i pakorrigjueshëm në armiqsinë që ai shpreh ndaj gjithë atyre që nuk janë dakord me të. Që nga arrestimi Martin Legës, nga coptimi Zamir Dulës në të shtatën, nga djegja e makinës me Robazës apo deraja e tij më vonë, deri tek shpallja fuqishti 5 gazetarëve pas 21 janarit. Këtu i referohem pak djares helmatise që del nga goja e ndonjë gjoje të moderuar, si Gazmen Bardi, apo dhe profesor Luciano Boçi, i cili para se të bënte thirrje të shtunën militantëve të sulmonin kryeministrin, i frymëzonte ata me urrëtitje ndaj gazetarëve, analistëve apo mediave që thjesht nuk janë dakord që Shqipëria të digjet vetëm për Sali Berishën. Nëse mendoni që unë jam i njëanshëm në këto që them, shikoni si u votua ndryshimi i kodit mbrëm. Kundër ishin votat e Partisë Demokratike. Sa i përket dekriminalizimit shpifjes, ndonse OSBE e përshëndeti pak minuta më parë, ndonse me drejt qeveria thotë se ka marrë udhëzim nga Brukseli, më duhet them se nuk jam dakord. Nuk kam qenë dakord në vitin 91 apo 97, kur gazetat kritike me qeverinë Berisha vetëm për këtë arsye ndonjëherë gënjenin edhe kur ai thoshte mirëmëngjes. Ashtu siç nuk kam qenë dakord me mënyrën ala sigurimse të përgjimit të çdo politikani vetëm sepse ai është politikan, nga fotot nudut e Edi Ramës dhe deri tek rasti i zotit Pango. Më tërshton fakti që vetëm sepse duhet goditur Fatmir Xhafaj, u shpik një përgjim banal për vllajën e tij nga një konglomerat politiko-mediatik. Më bëri të qesh, por më trishtoi edhe fakti se si një gazetare pak kohë më parë, në rastin më të mirë vetëm për të dukur interesante, gënjeu pa ju dridhur qerpiku kur parashikoi arrestimin e Edi Ramës nga amerikanët në datën 20 janar. Gënjeu, dhe një gazetar që gënjen nuk mund të jetë gazetar. Ndaj më trishton fakti kur shoh dhe dëgjoj sot edhe gazetarë që protestojnë se përse shpifja nuk u dekriminalizua totalisht.